Mjaft furra buke në Shqipëri abuzojnë me produktin e tyre, duke shkaktuar dëme për konsumatorët. Sipas një prej prodhuesve më të vjetër Pullum Boshit, shumë furra të palicencuara prodhojnë produktin më shumë të konsumuar në kushte skandaloze dhe pas një kontroll. Sipas tij, jo vetëm prodhimi është një problem, por edhe transportimi dhe vendet e shitjes. Boshi deklaron se për të përfituar dhe ulur koston, këto furra nuk përdorin bashmajan, e cila ndalon fryrjen e bukës, përmirëson shijen dhe largon mikroorganizmat. Nuk kanë kushtet më minimale në garazhet e makinash, me gomë rezervë, me krik, pa arka, pa zgjat, pa ambalazhuar, e shpërndajnë dhe mbushin dyqanet. Precepeton deri te dyqanet e gozhdave, të rrobave dhe të plerave kimike të cilit shesin bukë pa të drejtë. Minimumi do të shoqërohet me fletën e shoqërimit, subjekti që i ka prodhuar, me peshën që ka, me çmimin që kushton. Por buka nëse kalon 1 deri në 2 ditë, nuk është më e shëndetshme për konsumatorin. Sipas Boshit, ajo bukë sërish ripërpunohet dhe hidhet në treg, ndërsa ngjyruesit përdoren në masë për të përfituar sa më shumë. Vuten në mënyrë klandestine dhe ndonjë furtar i përdor për efekt kostoje. Dhe jepet një çmim shumë i lartë dhe thjesht vetëm se ka një ngjyrë ose vetëm se ka një përqindje shumë të vogël nga mjedhrat e shtrenjtë. Pullum Boshi akuzon institucionet se licencojnë subjekte që nuk kanë kushte më minimale dhe mjetet e duhura për këtë biznes, ndërsa propozon edhe zgjidhjen se si mund të kontrollohet kjo paligjshmëri. Në cepin më të largët ku gjendet një bukë, a ke uja të thonë ku e ke marrë, ku e ka burimin kjo bukë. Pastaj ti shkon tek kushtet e plota apo tek kushtet e mangëta. Pullum Boshi kërkon edhe heqjen e TVSH-s për bukën, premtimi dhe nga kryeministri Rama, pasi mund të realizohet, sepse në pjesën më të madhe të subjekteve sipas tij, ky detyrim nuk mblidhet.